duhet kishte në fakt në këndvështrimin tuaj më shumë gra, qoftë të drejtuese qarku? Shiko, kjo është një çështje që unë mendoj që është ezaguruar tani, por që duhet patjetër që të kishte drejtuese qarku. Por në realitetin e Shqipërisë ne mos flasim sikur po bëjmë fushat në Suedi. Ne po bëjmë fushat në Tiranë, po bëjmë fushat në Dibër, në mes Tiranës sot u gjuajt me armë në një zyrë elektorale. Tani ta marrim pak zyrat e PSD-s. Po pak rëndësi ka në një zyrë elektorale, ta marrim pak dhe këtë realitetin shqiptar, mos flasim sikur po jemi në Suedi. Sigurisht që zonja dhe gratë unë mendoj që duhet kenë më shumë vend Partinë Demokratike. Ne duhet t'i mbështesim, na takon neve, vajzave grave që jemi në politikë, që t'i mbështesim ato. Sepse japim edhe një shembull nga njëra anë, po nga ana tjetër edhe një mbështetje kur ti sapo fillon politikë është patjetër e nevojshme. Po edhe t'japësh edhe një shembull pozitiv. Një shembull pozitiv që me një politik që flet me qytetari, me një politik që dëgjon, me një politik që bëhet zëri qytetarëve, sepse kështu ti mund të tërheqësh shumë modele të tjera. Pastaj nëse i duan gratë dhe vajzat, siç i përdor Partia Socialiste, për numër, që të votojnë, që t'i japin një fjalim që ta lexojnë, më vjen keq, po kjo nuk ndodh. Një pjesë e tyre janë ministra, janë në lista të sigurta, e kanë rrugtimin me një dorë të shtrirë pak më shumë, se sa... Shiko, gjërat e bukura fitojnë vetë, gjërat e dhuruara gjithmonë hikin ashtu si dhuruara. Tani kanë ndryshuar 6 ministra financash. A mban mend ti në një nga ato për në gjë të veçantë? Po taksat i ka rritur, si i pari dërke i fundit. Meqense ishte zonja Denaj, janë ndryshuar 4 ministra bujqësie. Mban mend në gjë ti përveç se bujqësia është në rënje ka 4 vite? Po njësoj do shkoj. Janë ndryshuar ministra arsimi, mban mend ndonjë gjë përveç se bien rezultatet e PISA-s dhe largohen studentët? Janë ndryshuar po njësoj ministra shëndetësie, mban mend ndonjë gjë përveç se largohen mjekët? Unë do i kisha mbajtur mend, nëse do kishin vendosur një shembull të mirë, nëse do ishte ngritur njëra dikush nga ato dhe kur mua më sulmonte kryeministri për inceneratorin, thoshte jo, sepse zonja po flet drejtën. Ka ndodhur ndonjëherë në një rast të tillë? Në Partinë Demokratike edhe kanë ndodhur këto gjëra. Ne kemi pas edhe kritika me kolegët tonë. Zonjat, gratë kanë vendin e tyre të fituar, vendin e tyre të merituar, që unë sa të kem mundësi dhe fuqi do flas për to dhe do jem një shembull për to. Po askush, as zonjat, as gratë nuk e duan atë të dhuruar, e duan atë të fituar.